Një film I buxhetit të ulët, I prodhuar në Amerikë gjithsesi se nuk do të krijonte një debat kaq të madh. Por kur një film I buxhetit të ulët do të portretizon profetin e muslimanëve, profetin e Islamit, Muhammed, atëherë mendoj mos se një debat I tillë do të jetë goxha I madh. Pas publikimit të këtij filmi realisht është trazuar e gjithë lindja e mesme, por jo vetëm ata. Përfshirë këtu edhe pjesën evropiane. Besimtarët muslimanë janë ndjerë të ofenduar me që profeti Muhammed është portretizuar dhe në film, madje është alegorizuar me të. Pas kësaj, gjithë këtij filmi I pasprin në fakt edhe publikimi I karikaturave të profetit Muhammed në një revistë prestigjioze franceze, realisht që ka shkaktuar një debat të madh. Liria e shprehjes apo respektimi I parimit religios është debati që po bëhet gjithandej nëpër Evropë dhe gjithandej nëpër botë. Do të debatojmë edhe sot në pjesën e debatit në Infomagazin me gazetarin Valon Sylla dhe Hoxh Enis Ramën, magjistër I shkencave islame, për të parë dhe për të argumentuar, po besoj, se cili në fakt ku shkon e drejta, shkon tek liria e shprehjes. Po çfarë thot Islami për lirinë e shprehjes? Po çfarë thot Islami për parimin religios ku nuk portretizohet, ashtu siç e thot edhe libri I shenjtë Kurani, nuk e portretizon në asnjë formë me figurë profetin Muhammed. Para realisht se të futemi tek pjesa e debatit, do të ndjekim një kronik më të zgjeruar, që pasqyron gjithë zhvillimet që nga publikimi I këtij filmi e deri tek publikimi edhe I karikaturave në Francë nga kjo revistë prestigjioze. Çfarë thon sociologët dhe çfarë thon teologët, do të shohim në kronik dhe do të rikthehemi në pjesën e debatit. Qëndroni me Infomagazin. Mohammed the bastard, your lady summons you. My lady? My lady? Oh, don't finish it! Oh. Pafajësia e muslimanëve quhet filmi më I popularizuar I këtyre ditëve. Set the place on fire. We will burn out these forsaken Christians. Kjo nuk ndodhi për profesionalizmin e regjisorit apo shkallësinë e aktorëve, por thjesht për shkak të atyre që thuhen në këtë projekt filmik. And this shall be the first Muslim animal. Secili që ka pa filmin e sheh që ajo është një film I tmerrshëm, një shund, një film pas një vlerë I cili është bë prej një kriminali me një sasi shumë vogël parave, edhe nuk ka asnjë vlerë artistike, nuk ka asnjë vlerë ndikim, nuk ka asnjë ndikim as artistik as ideologjik. Their lands, their women, their children are our spoils. Ashtu amatorë dhe kontraversi është, ky film ngriti në këmbë gjithë botën islame. Protestat dhe dhuna u përhapën shpejt, u sulmuan ambasadat amerikane nga do në përlindjen e mesme. Si pasojë humbën jetën shumë vetë, ndërta edhe ambasadori amerikan në Libi, Christopher Stevens. Kjo nuk është e tëra. Filmit famkeq ku përqeshet profeti Muhammed ju bashkangjit edhe një përjavshme franceze. Ndërkohë, protestat po vazhdojnë. Protestuesit musliman u mblodhen edhe në Sidney e Stamboll. Por ata nuk u lejuan të protestojnë në Paris. Në Francë ka shpërthy debati, ku përfundon liria mediave dhe ku fillon cënimi I sigurisë dhe provokimi I masave. Perëndimi dhe lindja edhe një herë po mendojnë ndryshe. Mosparaqitja e figurës së profetit Muhammed për një person perëndim është diçka ndoshta pa kuptueshme, diçka absurde, sepse pse nëse paraqitet Krishti ose Buda, pse nuk mundet Muhamedi? Mirë, po për një musliman I cili jeton lindje, ky është një parim I cili nuk mund të thyet.
Edhe për kundër deklarimeve kundër dhunës, perëndimi po mbron ligjet me të cilat funksionon. Në YouTube, filmi vazhdon të jetë aty, kjo për shkak të ligjeve amerikane. Ai është kufizuar për një grup të caktuar shtetesh, por jo edhe për krejt botën. Kjo ngjarje me të cilën po përballet bota, a është në të vërtetë një përplasje e civilizimeve? Në lindje ekzistojnë grupe të caktuara të cilat mezi presin një sinjal apo një indikacion nga perëndimi për të ngritur në protesta dhe për të shkaktuar dhunë. Absurdi më i madh është se këto protesta janë kundër shtetit amerikan. Sulmohen ambasadat Amerikës, u vra ambasadori amerikan në Libi, gjë që është krejtësisht e pa kuptim për arsye se ai personi i cili e ka xhiruar atë film, ai është një person privat. Amerika i ka më shumë se 300 milion banor. Nuk mundet ajo me qenë përgjegjëse për veprimet e secilit individ. Përqeshja e profetit Muhammed ofendon secilin musliman. Ky është interpretimi më i shpeshtë që jepet nga të gjithë. Këtë thonë edhe udhëheqësit fetar në vendin tonë. Ai i cili nuk preket kur fyet personaliteti i pejgamberit alayhis salam, ai njeri ka dëshimte në ndjenjat e tina, në imanin, në besimin e tina. Imami i xhamisë së madhe në Prishtinë nuk është kundër protestave. Reagimet ndaj çfarë do fyrje qoftë ajo. Çfarë do të qoftë? Sa radhë kanë ndodhur film, më herët karikatera, më herët libre se në Rojdiu të tjerë, çfarë do të qoftë? Apo mbrojtja e personalitetit pejgamberit alayhis salam nuk gëzën me qenë jashtë konditave të etikës dhe moralit të tij. Sepse ai neve na mëson që ne të sillemi me debut ndaj njerëzve. Ai neve na mëson që ne ta frenojmë hidhurimin ton, edhe nëse na shon dikush, edhe nëse na mallkon dikush, edhe nëse na ngacmon dikush. Me frenua. Nuk e kthehet te keqja me të keqja, por i sqarohet te keqja me të mirë. Pra të arsye muslimanët nuk guxojnë me ra viktim e njerëzve të cilët mundohen me shfrytëzue këto trubullira apo këto trazira. Pra të arsye është e papranueshme sulmi ndaj ambasadës amerikane në Libi dhe më derë gjak. Për çka më derë gjak? And the inspiration has disappeared. Por, edhe për momentin e shfaqjes së këtij filmi dhe motivet e tij, ai ka një përgjigje. Është kjo luftë sepse ata kanë pa që tanë në fetë të tjera nuk kanë bereqet, nuk janë në rritje, por janë në asimilim, në zhdukje. Në rritje është islami, e nuk e dojnë islamin njerëzit. Jo se është e dëmshëm dhe i keq, por jo aprishu, atërbollënuj disa individu. Muhammad is Allah's messenger, and the Quran is our constitution. Publikimi i këtij filmi që pasoi me shkallëzimin e dhunës po vazhdon ta provokoj botën. Dikush e sheh dhe irritohet, të tjerë e kalojnë me humor, por të gjithë luten që të ftohen gjakrat. Dhe të mos ndodh një vjesht arabe. Via e hollë e debatit ku përfundon liria e shprehjes e ku nis të kërcënohet siguria. Parimi religios apo liria e shprehjes. Debatojmë sot në pjesën e debatit këtu në Infomagazin me Hoxh Enis Ramën, magjistër i shkencave islame. Mirë se erdhët zoti Rama. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Dhe Valen Sylla, gazetar, i cili për shumë kohë, po them, ka qenë edhe si komentator dhe ka përcjell çështjet religjioze, zoti Sylla, mirë se erdhët. Do të nisim me ju, zoti Rama, realisht për të shpjeguar më mirë çështjen se si interpretohet edhe nga vetë Kurani paraqitja e profetit Muhammed, realisht si e thot Kurani, si duhet paraqitur, pse nuk duhet paraqitur realisht. Fillimisht ne jemi dëshmitar të një ngjarje shumë të ndihshme, ku sikur u përmend vije edhe në diskutim çështja e konfliktit me civilizimeve, faktikisht vije njerëzimi para dy zgjedhjeve lindje perëndim,
pastaj edhe rreziqet të tjera që rrezikojnë të gjitha të ardhurat që njëri deri më tani ka arritur dhe ka kontribuar që të vijë deri këtu. Andaj mendoj se duhet të jemi shumë të kujdesshëm, mendoj se duhet të jemi shumë të qartë në çfarë fushë po e sqarojmë dhe po e debatojmë këtë temë. Fillimisht ajo është çështje e interpretime, po them për fillimisht për të pasur më të qartë shikuesit realisht se çfarë thot Kurani pika shkurtë. Për këtë arsye dëshirova që fillimisht këtë vërtet ta bëj me siguri, nga se çdo përdorim i termeve të pasqaruara, të mjegulluara mund ta shpije debatin atje ku nuk duhet. Sa përket Kuranit, për këtë punë jemi këtu për të debatuar dhe për ta sqaruar. Sa përket Kuranit, do të thonë Allahu xhalla xhelalu në Kur'an e përmend Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në kontekste të ndryshme, të gjitha këto flasim për një figurë të ndryshme të njerëzimit. Allahu xhalla wala kur flet për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, flet se është mëshirë për botën dhe kjo mjafton. Flet se është shëmbëltyr për njerëzit. Do të thotë të gjitha vlerat e mundshme janë grumbulluar tek ai dhe si i tillë është i vetmi që mund të jetë ai që njerëzit ta pasojnë ta ndjekin. Çdo figurë tjetër mund të ketë grumbulluar vlera të caktuara, por padyshim se i mungon aspekt tjetër. Jo për shkak të nënçmimit të ndonjë tjetër, por Zoti ka dashur që i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam të jetë i dërguari i fundit dhe ai të jetë vend grumbullimi i vlerave njerëzore që njerëzit ta ndjekin atë. Dhe si e tillë, paraqitja me figurë. Dhe si e tillë, vet, domethënë, kur e kuptojmë se çfarë vlerash ai bën, domethënë neve na mbet ta ndjekim atë, por jo ta portretizojmë. Nga se çdo portretizim nën kupton nënçmimin e tij, nën kupton unë e vlerës së tij, nën kupton pamundsinë e prezantimit i si duhet dhe si e tillë zbehen e shenjtrisë së figurës së tij që pastaj ndikon me zbehen e pasimit të tij e pasojat të tjera negative që mund të shpihen nëse ky portretizohet. Pse po e them, do debatojmë edhe gjatë këtij debati me siguri, nuk është problemi tash tek portretizimi. Muslimanët nuk janë ngritur, nuk protestojnë, nuk reagojnë për shkak të portretizimit, por reagojnë për shkak të shpifjes dhe akuzave. Andaj këtu është debati. Nuk është për shkak se është portretizuar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është portretizuar dhe është alegorizuar me të në pjesën e është shpifur dhe është akuzuar. Do të thotë, ta prezantosh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si portret është diçka tjetër dhe ta prezantosh si i shfenuar seksualisht dhe si dhunues dhe si armik i njerëzimit është plotësisht diçka tjetër. Andaj nuk është debati jon tek portretizimi, por është tek mënyra e prezantimit. Këtu duhet ne ta përfundojmë çështjen. Pastaj të kalojmë se a bën të portretizohet apo nuk bën të portretizohet. Zoti Sylla, si e shihni realisht keni përcjell gjatë gjithë kohës, po them edhe më herët thash se keni komentuar për sa i takon çështjeve religjioze, është një provokim realisht një film i tillë i kategorisë, po them nën B, ajo që kategorizohet në Amerikë, është një provokim i besimtarëve ndaj besimtarëve musliman. Jemi dëshmitar që pas zhvillimeve të fundit, mas parin lindjet mesme, luftrave atje, hapja, revolucioni informativ, do të thotë interneti, e ka hap botën islame drejt perëndimit, ose e ka afruar jashtë mase. Dhe gjitha këto pasoja besoj që s'pari vinë për shkak se dy kultura krejtësisht ndryshme, me parime të ndryshme. Sot janë shumë afër njëri tjetrit, komunikojnë nëpërmjet një kompjuteri dhe sot e shohin se sa të ndryshëm janë, qoftë besim, qoftë në rregulla, qoftë principe, qoftë. Problemi, ashtu siç e tha edhe teologu, është që në islam mëkat më të madh se me shtrambru një imazh cilin as islami vet nuk e përdor, do të thotë për propagandim të fesë, është shumë i ndihshëm, sidomos nëse ai imazh përdoret kundrejt besimit dhe rregullave në formë ofenduese. Filmin cilin ju e dhatu në pjesë nuk është as film i klasit A, as film i klasit B, është një film i disa profiterëve, kësha me thonë, cilët tash këtë hapjen e islamit drejt pjesës tjetër të botës, e cila ne e dim që deri me një kohë nuk ka qenë edhe shumë e hapur, është bërë me lkur të hollë, si të themi. Po prekëm për secilën fjalë, do të thotë që se thojmë që Islami ka probleme me respektimin e drejtat femnave, dikush reagon, del me një teori tjetër, ose nëse flasim që në Arabi Saudite gratë nuk kanë letë, kerret, dikush preket. Mos t'i zgjerohemi asaj, le të mbetemi e thatë një sentencë, është përfitimi. Përfitim. Kush përfiton nga kjo?
përfitojnë grupet. Për shembull, ne artisti i Evropës nuk ka marketing më të mirë se me bënë një karikaturë e cila e çrodit gjysën e lidhjes, për shembull. Gjitha mediat e kanë pe New York Times, e gjitha që i kom pasët dje, realisht, që i kam lexuar, kom pa që një anonim nga Franca e ka bërë një karikaturë, cilën në kulturën e vetë është plotësisht e lejushme, edhe besoj që duhet jetë e lejushme. Inicion reagim gjithë botën, do të thotë, për njerëz inteligjent cilët i përdorin këto rregulla, për t'i popularizuar veprat e tyre dhe për ta vënë veten në një popularitet, janë gjendje ta bëjnë këtë. Ajo çka është e vështirë të shpjegohet është se si Islami nuk po mundet ta përbi ose ta absorboj disa nga drejtat e reja, cilat na i njohim fund shekullit 20, drejtat e njerëzit, lirinë e shprehurit, to janë treja edhe për Kosovë, besoj, mas vitit 99. A nuk po mund ta absorboj këtë, zoti Rama? Unë përmend edhe më herët, do të thotë se çdo temë që është e ndihshme me karakter ndërkombëtar, që përzihen domthonë pjesëtar të konfesioneve të ndryshme, duhet jemi shumë të kujdesshëm në trajtimin e kësaj. Do të thuash se Islami nuk po mund ta absorboj shpifjen ndaj imazhit më të shenjtë të fesë së tij, unë besoj që kjo është tërësisht e papranueshme, se nuk kemi të bëjmë lirinë e shprehjes. Liria e shprehurit në Islam është e garantuar, dhe kjo është e njohur para konventeve ndërkombëtare. Liria e shprehjes me rregulla të saktuara. Mirë po, nuk nënkupton liria e shprehjes shpifjes, përsi po them këtu. Në të gjitha ata që është publikuar, për shembull, nëse ka pasur edhe më herët, nga njerë na po flasim me gazeta tepër të kategoritorta, sikur se tha edhe me njerë që kërkojnë famë përmes të punëve. Pse nuk po bërë... Që se hoxhat aja arritën famë, sepse kanë edhe miliarda klikime. Nuk duhet flasun çka ata arritën, por duhet them që nga njëherë për ta shikuar realisht fleksibilitetin e Islamit në këtë drejtim, duhet shikuar debatin e dietarëve me dietar për ndihmon këtë nivel. Si debatohet, ata përmenin dilema, se për shembull Muhamedi ka qenë kështu, dietarët reagojnë me fakte, me argumente. Kur është në nivelin shkencor, akademik, përdoren rregulla të caktuara të intelektualëve të shkolluar. Dhe këtu Islami tërësisht i hapur për debate, për kontakte, për komunikime, çfarë do qofshin ato. Çdo kush e prezanton mendimin e tij apo. Mi po them kësaj radhe nuk ka të bëjë me këtë. Andaj për shembull, shohim nëpër media ndryshme. Reagimet nga ana e muslimanëve janë më të ndryshmet. Nuk janë vetëm protestat reagime. Nëse vetëm këtu fokusohen, po thuaj se muslimanë nuk dinë të reagojnë ndryshe pas të djegin. Dhe pastaj vjet edhe thuhet, shikoj se muslimanë nuk mund të absorbojnë. Shikojmë për shembull ansamblet e ndryshme shkencore akademike në nivelin e Islamit, në Arabinë Saudite, në Egjipt, në Jordan, kudo qofshin, si kanë reaguar ata? Kanë deklaruar me deklarata, me pika, me rregulla, duke kërkuar sqarime, duke kërkuar debate, komunikim të vazhdueshëm. Pse jo? Andaj asnjë dietar nuk i prin tek e fundit djegjeve, kallëve kështu me radhë. Andaj dua të them se duhet që reagimi kur flit për reagimin dhe për respektimin e të drejtave sa bëhet, apo si shembull të mirë edhe diçka tjetër, jo vetëm reagimi spontan i rrugëve që bëhet. Zoti Rama, ai përkrahni ju protestat realisht që bëhen kundër protestat e qeta, ku njeriu del në mënyrë të civilizuar dhe bashkëore shpreh revolën e tij, padyshim se mendoj që këtu askush nuk duhet t'u aksionon. Mirë po, protestat, të cilat përdoren si mekanizëm për realizimin e qëllimeve të caktuara, sikurse për shembull në Libi, qeveria e Libis doli me deklaratë se djegjen e ambasadës dhe vrasjen e ambasadorit nuk e ka bërë popullatët civile e Bengazit, por e ka bërë, do të thotë, i thartë pasues e Gaddafit, të cilët dëshirojnë që ta pretendojnë Libinë si një shtet të bresht, jo të konsideruar mirë dhe thjesht ta futin në armiqësi me shtetet e fuqishme perëndimore për mos të ndihmuar pastaj në tranzicionet e vijuese që jetoni duhet apo. Dhe kjo vetë ju pastaj jep të kuptohet se kush e udhëheq në protestë. Është dashur muslimanët të provokohen një ashtu siç janë provokuar tash me publikimin, po them një filmi me buxhet multimilionash që ka qenë vite më herët. Ka qenë Kodi i Da Vinçit, i cili po themi kishte si personazh kryesor pasardhësit e Jezu Krishtit, ato që muslimanët e quajnë Nazreti Isës, profetit tyre. A është dashur të provokohen edhe atë? Kanë reaguar muslimanët, si nuk kanë reaguar. Normalisht nuk ka qenë reagimi i këtij niveli, për shkak se pejgamberi nuk është i këtij niveli, por kanë reaguar. Unë e di vetë kam përcjell, domethënë unë po them përsëri se duhet të jemi të kyçur në
zhvillimet ndërkombëtare që shikojmë si reagojnë. Kanë reaguar dietarë të ndryshëm, ka deklarata, janë bërë simpoziume, seminare të ndryshme për qaruar qëndrimin e muslimanëve me këtë. Ai reagim ka qenë minimalist, karshik kësaj që po ndodh sot. Ai ka shkuar në vesh të duhur. Ai ka shkuar në adresë të duhur se ne jemi kundër kësaj. Mirë po atje ka qenë tërësisht ndryshe. Ka pasur diçka tjetër. Për shembull, ne si musliman në besimin tonë për Isa nuk e kemi problem të besojmë se Isa martohet, nga se na nuk besojmë se është djali i Zotit. Ata e kanë problem më të madh bota perëndimore se ata besojnë se është djali i Zotit dhe si ti nuk bën të martohet. Andaj për sa i përket besimit tonë nuk ka qenë diçka e madhe, por vetë fakti që është qartë. Prekun e pejgamberit ne kemi reaguar, ama kësaj nuk kemi të bëjmë me këtë natyrë, kemi me diçka kërsi ndryshe, andaj edhe reagimi do të jetë ndryshe. Zotësyla e sheh këtë realisht si një debat ndërmjet lindjes së perëndimit e përmendi edhe zoti Rama më herët. Si diçka që nuk mund të konceptohet në lindje e mund të konceptohet në thashtu po thuhet, e prezantohet. Është unë besoj që ky debat nuk ekziston në lindje. Unë mendoj që ky debat ekziston vetëm perëndim. Feja islame nuk e pranon në kuptimin esencial debatin. Do të thotë feja islame është funksionon si dogmë sipas rregullave. Do të thotë edhe gjithë personat që merren me predikimin e kësaj feje, klerë këta, nuk kanë drejt të ndryshojnë rregullat për çfarë do arsye. Ndryrja jashtë kompetencave tuaja apo? Jo, në rregull, po flasim që nuk janë një debat. Debat mund është me debatuar me një njerëz që konkluzionet bësh se feja e bën këtë klerë nuk ka drejt që ka drejt. Rama e ke do ta kesh mundësinë. Klerë nuk e ka drejtën me i ndryshu rregullat. Jo vetëm në islam, është edhe problem të gjitha religionit. Sa i përket lirisë shprehjes, drejtave të njerëzit. Tash, ato janë të bazume në një parim i cili nuk i përket Kuranit si zhvillim, as Islamit si zhvillim. Pse si përket? Që për marrë një shembull, në Kushtetutën e Amerikës, e Shteteve të Bashkuara. Kur ka qenë debati atëherë në fillim për lirinë e shprehjes, për lirinë e shtypit, në Amerikë ma shumë më përdor kjo frazë atëherë, Thomas Jefferson thëtë që unë nuk pajtohem absolutisht me mendimin tënë, por do të vdes që ti ta kesh drejtën ta thuash mendimin tënë. Do thëtë fjala është edhe kur s'pajtohesh, edhe kur s'pëlqen, edhe kur dikush shpif, duhesh me pranu si pjesë e një grupi cili po thotë, që së shpifje, ligje edhe në shpifje. Do të thotë, e dënon me pare, e dënon dikun në vendet tjera të botës me burg. Në Amerikë, sa dirë është dënimi nalt me para, cilat janë rrugë ligjore, cilat bëhen ato, i detyrën me ligj me dalë me demantu, është e sakt, mos të keq kuptona. Filmi për Muhamedin, ky Imrami, ky është një film jo propagandistik, po është një film naiv, jo real dhe kryo këput të shpifës. Do të thotë as në aspektin historik, ku jenë disa çështje debatueshme për shembull me teologji, nuk i përfill as ato, as religioni, dhe thonë është veç vëner për një figurë që është të shajt për një. Problemi që ndrën, që ai mashtruesi ose shpifsi, mas mire bi thonë, i cili e ka prodhu një film, po del shpifs, ndërsa në Libi po fillojnë reagime dhe po vrohen njerëzit pa kompetencë. Do të thotë, edhe kjo një pjesë që lindja nuk e kupton mirë, sepse në vendet e tyre, në shumicën e vendeve lindore, nuk ndodh asgjë, ose ndodh shumë pak pa dijenin e shtetit. Dhe për një libanez, i cili është libjan, ma mirë të po libjan, saksisht, i cili nuk është fort i edukuar, ose ka referencë vetëm një burimore për çështjet e reja, i natyrisht që mendon se Amerika e pas ka shtime bo, ose dikush edhe del e kryen krimin. Do të thotë prej një viktime, Islami sot del në A do të thotë kjo që kleri, po them, kleri musliman në lindjen e mesme nuk ka kontroll ndaj asaj se çfarë mund ndodh? Jo. Apo kjo është diçka normale që nuk mund të ketë? Kleri islamik nuk gjitha deklarata që si shikojmë të klerit dhe udhëheqësve fetar janë parimore. Do të thotë i denojnë aktet,
i tregojnë mesazhet e vërteta librit tyre shenjt, por a kanë kontroll mbi këto reagime është fjala. Do të thotë edhe pse në Libi Bashkia Islame ose kleri atje se nuk ja di institucionit saktë emrin, del kundraj e ki rastin ku vrat për shembull ambasadori, që është reagim të jeti madh, ose do të thotë këtu shohim një jogadishmëni për debat, ndërsa në vende tjera, religionet e tjera ju ndodh secillit një përdhonosje e figurave tyre fetare. Por reagimi është i kontrollueshëm, mundohen me demantu, i përdorin gjitha mënyrat. Protesta mendoj që është ma shumë tash përfitimi një grupi tjetër. Qartë, të mbetemi zoti Sylla tek debati. Kishe një reagim zoti Rama? Fillimisht, domethënë të thua se në Islam kleri nuk ka të drejtë, është i kufizuar. Mendoj se kjo është një, domethënë, sinjal i qartë i mosnjohjes së drejtë të Islamit dhe historisë së tij, nga ana tjetër, ose mund të jetë një prezantim tendencioz, kupton që kudo që të është e keqe. Duhet ditë se në Islam ka rregulla dhe ka parime të pandryshueshme. Për shembull, a mundën dhe klerik çfarë të feje, për shembull, të diskutojnë ndonjëherë pandryshueshme s'ka debat. Po çka të kallë për çka? Po të lëram të mësoj tash, nga se këtë nuk po e din ta mësoj. Domthon, a mund në Islam, për shembull, të mblidhen klerik, po e them hoxhallar, dietar islam, apo dhe të debatojnë për numrin e namazeve, a mund po 5 apo 4, këtë nuk mundën. Qase kjo nuk varet domethënë me zhvillimin shkencor, zhvillimin teknologjik. Kjo ka këto 5. Jo, për 5. Mirë. A mbledhen dietarët islam për zhvillimet e caktuara në rrafshin botnor dhe bëjnë ndryshime të caktuara nga koha kaluar me qindra, të bëj argumente më të shumta. Janë formuar asamblee të tëra, do të thotë ku mbledhen në vend të tyre me qindra jurist islam dhe eksperta të lajmeve ndryshme, të cilët për shembull e bin një ndryshim të caktuar. Për shembull, kemi një zhvillim të caktuar në rrafshin ekonomik, teknologjisë e kështu me radhë. Kemi fetva që quhen fetva, apo me 10 fetva, po duhet me lezu veç me pa. Me 10 fetva që flasin për përdorimin e internetit, që flasin për përdorimin e kompjuterit, të iPhone-it, të aktit, do të thotë që janë në hap me kohën dhe normalisht ato që s'ka mujt me kuptoj përpara e sërën këtë tash. Gjithashtu, jo vetëm tash, por edhe në kohën për shembull atë. E kemi në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, ka qenë halifje i dytë i muslimanëve, ai ka bërë ndryshime të caktuara, do të thotë jo ndryshime të caktuara, do të thotë nga praktika që ka qenë e caktuar. Për shembull, në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që është një si koha e ligjvënies, në atë kohë është vendos ligji islam. Në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, për shembull, taravih që i patëm në Ramazan, nuk janë fal kolektivisht. Janë fal çdo kujt në shtëpi vet. Dhe kjo ka përbë një rregull caktuar si falën taravih. Ka ardhur Omeri pas 20 viteve, pas dua të them 10 viteve nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e ka venduar këtë rregull, ka thënë, nëse falen në shtëpia, ndoshta nuk di si të falen, ka njerëz që futën në Islam, ka bën ndryshim, e ka caktuar, e ka shfrytzuar autoritetin e tij si pres, e ka caktuar imamin dhe janë fal me xhamat, a nuk ka ndryshim? E shumë të tjera që bëhen ato. Andaj duhet të themi se duhet me kuptuar çfarë, për shembull, edhe tek tjerët, a mundemi për shembull ne në emër të ndryshimit të gjeneratat mas 20 vite për shembull, po të pyes ty, për shembull, më mbledh, kemi drejt që Ademi Ashari për shembull ka qenë dikur figurë kombëtar dhe ai ka kontribuar, po na do na mendojmë me dikon tjetër. Nëse quhet dikur s'pran, shik sa tegër jeni do të thos po pranani, ai prezantohet kjo debatet, dëshim se jo, janë disa gjëra të pakontestueshme, dhe gjëra tjera që do të thotë çështja është tek këto të pakontestueshme, ku bin ndesh me çto drejtat e njerëzit, sa për shembull. Nëse mund të diskutojë ekziston zota se ekziston apo. Jo, në rregull, ato nuk e di masone as ti. Unë e di shumë mirë vallai, sa ajo është një dhe pananina. Në rregull, ajo shkenca argument nuk ka. Në herë tash pekshir. Mund me besu, ai për çata besim. Çka nuk mundet me ndryshu Islami është kur drejtat e njerëzit edhe liria e shprehjes bin ndesh me rregullat e pamohueshme ose pa ndryshueshme të Islamit, për shembull. Me liritë shprehjes ki drejt edhe duhet me pas drejt. Dikush edhe me çpif. Është do të thotë koncepti perëndimor i lirisë shprehjes është me pas drejtën edhe me thonë edhe ato që ndoshta nuk është e vërtetë.
Pastaj ajo debatohet tjerët janë organet ligjore, është fund fundit populli i cili vendos dhe e merr. Ky koncept nuk mund të absorbohet në islam. Do të thotë edhe reagimi atëherë është ekstrem. Njësoj sikur po, Zoti Rama e sheh një përplasje të civilizimeve këto. Unë fillimisht e shoh. Jo, unë e shoh, domethënë gabim në kuptim të konceptit shprehje e lirë. Unë mendoj se as perëndimorët, të cilët njihen dhe shquhen në kohën tonë bashkëkohore si promovuesit të kësaj, do të thotë nuk pajtohen me Valonin ose me dikon tjetër që thonë se liria e shprehjes nuk kupton edhe shpifjen dhe abuzimin dhe akuzën. Absolutisht kjo s'ka. Po, ai mund të thotë, pastaj ka organe që mirën me të. Po, diçka tjetër. Mirë, po kur organet mirën me të, kjo e bën se ai ka bërë shkelje penale. Nga se në momentin kur ai provokon ligjin, nuk kupton se ka shkel ligjin. Ama nuk mund të jetë kur gjë më thon muslimanëve. Do të jo, guxojna. Jo nuk po guxojmë se reagimet po janë fatale. Shoqët musliman. Musliman, për shembull, musliman ç'tashti? A guxon një musliman, s'po flas për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një musliman për shembull, a guxon, ne ka shoqët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo dhe një grup ku e diun çfarë të rish, në vend ku tjetër tash bëjnë film për Isa alaihi salam. A bën kjo? Nuk lejohet kjo s'është punë veç për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po është një kategori e caktuar njerëzish, pejgamber të Allahut, pranuar te këtë fet. Kanë qenë njerëz më të mirë, apo këta mbeten. Në qoftë se për shembull, apo gjatë historisë ka ndodhur për shembull një shkelje e madhe, sikurse ka qenë lufta dytë botërore, konsiderohet do të thotë se është bërë një shkelje e madhe ndaj komunitetit çifut, apo dhe për ta mbrojtur mos përgjithësinë e kësaj është vendosur një ligj kundër antisemitizmit. A kështu? Nuk lejohet të flitet, madje nuk lejohet të kontestohet Holokausti, as në nivel shkencor, gjasë është pranuar si e vërtet, absolute dhe totale dhe kur që e konteston në vendet ku ka dalë liria e shprehjes, burgoset apo privohet nga gjitha benefitet që mund t'i ofron fusha akademike. E mirë. Po rregull. Ne themi kështu. Do të thotë rregull. Po edhe ne themi kështu për pejgamber bëhet. Edhe ne themi për pejgamber, ju për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga Ademi alaihi salam, e Nuhi, e Isa, e Musa, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vendos një ligj ndërkombëtar që është jashtë asaj që ka kuptuar. Po, pastaj figurat e tjera tjetër nga se të shpefësh për mua e për ty, apo nuk është me ndikim të madh, apo se rehabilitimi është më i lehtë, por të shpefësh për një figurë që 1 miliard e 200 milion njerëz e ndjekin me ëndje dhe dashuri, ti vetvetiu krijon konflikte të panevojshme që botës nuk i duan sot. Si e percepton zoti Sylla realisht faktin se edhe për Jezu Krishtin apo Hazreti Isën, siç e quajnë besimtarët musliman, realisht ai ka qenë personazh edhe në Monty Python, janë bërë goxha filma për të, po nuk ka pasur një reagim, po themi, një reagim të kalibrit të tillë, të nivelit të tillë. Unë këtë shoh si luftë fanatikëve. Spari mediumi i cili pi transmeton këto është YouTube-i. Na pe folim vetëm këtë pjesën e pejgamberit profetit Muhammed, i cili është ofenduar. Po në anën tjetër kemi ofendime ditore një grupit njësoj, sikur ata të djemë të Amerikës që kanë bo filmit, do djemë këto të Ferizajt, atë Vushtresat, Mitrovicus, cilë të ofendojnë një figur tjetër. Tash, si pas teologët, ne duhet të kërkojmë konvent ndërkombëtare. Shemull të marrim në rastin tonë në Nën Terez, që edhe në Nën Terez mos të përdonoset as të një mënyrë, sepse është shumë e rëndësishme për ne. Këtë nuk e kupton perëndimi. Apo kupton? Po Muhamedit ato pe kërkoni. Për figura unike. Për shembull, po çe dalim nesër e kërkojmë Sërbët e kërkojnë Slobodan Miloševićin, Gjermën bënë më me kërku Hitlerin, unë po flasë për kategori. Miloša bën pjesë në kategoritë pejgamberit të një popull. Kërkos bën pjesë, po që pëzojmë qohët kërkes, drejta pa, drejta e njëre të si për një pejgamber. Unë bëras për kategoritë caktuar njerëz, isha shumë i qartë, kategoritë caktuar njerëz. Për shembull për besimtarët, për Selin e Shenjtë Vatikanit edhe Nën Tereza është një kategori e caktuar e njerëzve, është shënteruar, është lumnuar. Po. Dhe për të është thënë, realisht, është folur gjithë, po themi, fjalë të cilat realisht edhe ndoshta nuk takojnë, nuk përkojnë, po themi nga një pjesë e klerit. Si e sheh atë? Unë po them se duhet t'i përmbajmë rregullat që përmenda. Do të thotë, ekziston një kategori e caktuar, edhe në Islam ka dietarë që janë të kategorisë së Nënës Terezës të tjerë. Apo dhe nuk po kërkojmë që ata mos të preken. Është e qartë.
do thotë nuk dua tash që ta ulim nivelin. Nëna Terez, do thotë edhe te katolikët, nuk është në kategorinë e Izusit. A është në kategorinë e tij? Nuk është. A është në kategorinë e Nuhit? Nuk është. Po në rregull, po si drejtë e njerëzit. Po unë po kuptoj, unë po politik për kategorinë me drejtën e njerëzit, edhe pejgamberi Muhammed njeri është. Po, padyshim. Mirë, po unë po flas në raport të shenjtërisë edhe nga sot edhe shqiptarët e njerëz, pse nuk u bën një ligj për neve për shembull, kupton që kush e konteston luftën e viktimave këtu mund njek penalisht. Nuk u bë. Është bu për një grup caktuar. Kemi drejt ajo ekziston. Rezervime edhe unë s'po flas për çdo kënd, jemi i qartë. Unë s'po flas për dietarët. Edhe ne kemi shqiptar, hoxhë nderuar, i madh ka që me kontribut hatash mban ndërkombëtar Albani, Muhammed Nasr Albani ose Abdulkader Arnauti, Shoaib Arnauti, me rënëmet madhe botnore, dhe ata janë me një formë, na skem institucion të lumturimit. Në Islam nuk e bëjmë këtë. Mirë, po të respekt dhe shenjtë e kem. Andaj nuk kërkojmë për ta këtë drejt. Na kërkojmë do të thotë që ata që njihen si pejgamber, kjo shumë është e qartë. Edhe tek ata. Nëse kem përballë për shembull një kler katolik ose çifut, apo dhe flasim për pejgambert, nuk më përmendem unë në interes, apo nga se e di se nuk është në këtë kategori. Prandaj dua të them që mos ta degradojmë në debatin e zhvendosim. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dallon nga në interes. Tërësisht. Kategorinë e drejta. Për këtë arsye po flasim për kategoritë të caktuar njerëzit që unanimisht apo ka pranim se janë njerëz të mirë, të shenjtë dhe ndiqen nga masa të mëdha njerëzish. Nëse lëndohen në këtë mënyrë, jo në emër të drejtave, po në emër të shpifjeve, abuzimeve dhe krijimit të konflikteve, atëherë padyshim se të gjithë duhet të reagojnë. Sikurse e pam në Egjipt, ata kopt e nditën vetëm të lënduar dhe dolën së bashku muslimanë që thënë se nuk jemi na kështu. Dhe nga se kopt e din çka i bie të ofendohet një figurë që quhet pejgamber të një fe. Unë besoj që duhet që ata thashë fillim. Ne duhet të definojmë qartë definicionet. Çka është pejgamber, çka është i lumturum, çka është i shenjtë, çka është dietar. E pastaj në bazë të definimeve të kuptojmë se kur të prej këtu çka do të thotë, e kur prej këtu çka do të thotë, e kështu me radhë. Por ju të bëjmë parazime të panevojshme. Konceptin e lirisë shprehjes, lirisë, kjo edhe për këtë po flasim. Privilegjuar në drejtat e njerëzit, njerëzit. Po janë, edhe sot janë. Secili ka drejt. Me fola nuk kemi drejt, më janë al Nuk është njëjtë valla. Do të thotë që kjo është koncepti i bazë. Ama është njëjtë sot, sikur të shpifësh për figurën e Adem Jasharit, që njollos pastaj me pasojë të tjera të shumta, sikur me njollosën Islam, është njëjtë. Tregon kur është njëjtë. Shpifja është njëra, shpifja është tjetra. Shpifja tjetra para. Shpifja janë të dyja, por për shembull me ndikim. Me ndikim të opinionit publik mund të jetë, po është relative ajo. Nuk është relative. Nuk ka jo, monet me pas. Se qartë është figurë me ndikim historik që rrëthi sillen shumë gjëra tjera. Ne nuk e mbrojmë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam vetëm si figurë. Mirë po, me rënimin e figurës tij, apo ndihen tash paramendon kur unë e kam bindje dhe besim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut dhe unë duhet ta ndjeki, apo? Dhe ai prezantohet se është gjakatar. Do të di bien se unë jam gjakatar dhe jam i rrezikshëm kudo që gjendem duhet të largoj. Po ju e dini. Sipas teologu e din që ajo që është në film nuk është e vërtet. Pse ka nevojë gjithë komuniteti mos me që shë bëm bota civilizuar, pesojmë, elshën një komunikat, thu kjo është shpifje, o që shtu e njësë procedurën ligjore, dhe thët, nuk është e vërtet. Na menojmë që profeti jonë është kë dhe e besojmë. Na kështu e kërkojmë. Në rregull është. Në gjitha deklaratat. Po jo, po kërkoni që me na bind neve, që pesojmë neve, ose personat cilat nuk i përkosit. Po kërkojmë mos më abuzu, mos më akuzu. Këtë pa kërkojmë. Po kërkoni edhe me pranuna bashkë, sikur ju që keni konceptin, që na mos me pas drejt. As me hulumtu shkencëtare, as me kush po të nal, as me supozu se nesër del dikush që protest, ja pezojmë të vranë si ambasadorin amerikan, pse ti e ke shtramu pak ne. Nuk duhet tash, unë thash, veprimet e caktuara ti vetë përmene. Vetë dietarët ishtam, ti vetë ishte dëshmitari kësaj fjale, apo që do të thotë nuk i përkrojnë protestet e tilla, kanë reagu kundër vrasjes, kundër gjakdirës. Andaj kemi kuptuar se ata zëdhënësit legjitim të Islamit janë dietarët, apo nuk kemi në nivele do të thotë zyrtare, shtetënore, dietar, të cilët kanë legjitimuar vrasjen, gjakdirën, kanë thirrë për ekspedimin. Nuk kemi. Kemi thirrje nga grupe të saktuara që edhe pa protesta janë kritikuar nga qartë dietarëve. Andaj duhet të them që duhet bën dallim mes saj. Protesta diçka tjetër dhe reagimi diçka tjetër. E para, e dyta duhet bëm dallim mes dy gjërave tjera. E para është çështja e lirisë së shprehurit, apo dhe kritikës, unë thash kjo ka ekzistuar.
unë bi libra, apo të bi libra të debateve, të konferencave të muslimanëve dhe të tjerëve, ku debatot për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ata thonë se nuk besojmë se i dërguar dhe sillin argumente të qarta. Debatet të tilla janë vazhdimisht dhe nuk bëhet plur. Dietarët islam nuk dalin për shembull me deklarat, ishim prezent në këtë konferencë për shembull në Berlin, në Londër dhe ky dietar tha kështu, që në musliman ta zhonë këtë. Nuk ka kështu. Pse? Se debati është nivel shkencor. Mirë po, kur bëhet fjalë për shpifje për akuza, shpërthehet. Kjo e para. E dyta, ç'a tregoj? Shpërthimet që ka kritik për këto, ku kanë ndodhur? Kanë ndodhur pikërisht në vendet që ende janë me të vërtet duke u rikëndellur nga një diktaturë 40 vjeçare, 50 vjeçare, apo pse nuk u vron ambasadori i Amerikës në Turqi? Pse nuk u vron? Turqia është ndaluar në YouTube. Pse nuk u vron në Jordan? Kjo diktatura, pse nuk u vron në Arabi Saudite? Që ndihet si vend marrëdhënie. E ka keni përgjigje, ka një analizë. Këtë diktaturë gjysmë shekullore që po thoni ju, realisht që është në pjesën ku ndodhi sfundmi edhe pranvera arabe. Klerikët shqiptar, po themi, qoftë ata në Kosovë, në Shqipëri apo në Maqedoni, asnjëherë nuk kanë folur keq për ata lider. Jo, nuk e di. Nuk është rasti, nga se nuk rasti është dhënë gjatë gjithë kohës, por asnjëherë nuk është fol keq për ta. Tashmë dolën diktator. As nuk është fol mirë për ta. Kush ka fol mirë për ta? Gjithë ata që kanë studiuar atje. Çdo kush e merr përsinë kësaj apo për këtë që ka thënë, mirë po asnjëherë pjesë e ligjëratave tona na nuk kemi shkolluar në botën arabe apo që kur themi të flasim për kryetarin e Libisë. Nuk është kjo pjesë e agjendës tonë. Apo ne kemi probleme të caktuara këto që mendojmë në mënyrë të caktuar të shërojmë dhe populli ka nevojë për, do të thotë, çështë të caktuara që na mirë me to. Nuk është pjesë e agjendës tonë Gaddafi, as Saddami, as kjo. Nuk është kjo. Mirë, po kur jemi pyetur, kemi thënë ato që është e nevojshme. Zoti Syla. Një tendencë është, do të thotë edhe drejtat e njerëzit, edhe liria e shprehjes shihet në pjesën lindore, nuk po themi as me nënçmim, as po themi si një pjesë, një mentalitet i cili nuk i ka arritur me kohë disa zhvillime të cilat janë arrit perëndim. Gjithçka që vjen prej perëndimit, qofshin drejtat e njerëzit, qofshin liria e shprehjes, qofshin edhe të mirat, shihen si një kohë të na, do të thotë viteve 60-ta, tendencë për asimilim që kemi thonë. Kemi pas një debate kundra Irokut, kemi pas debate kundra mësimi i gjuhëve të huaja, po na asimilon, mos i çoni fëmijët në shkollë se po bëhen Serbe, Jugoslave, tutje, janë ka përcy. Dhe të kemi dalë me një moment tjetër. YouTube, a është perëndimor o lindor? YouTube, perëndimor. Koncept është koncept tipik perëndimor. Po. A dini në botë, apo cili vend downloadon dhe uploadon më shumë të YouTube? Po, pikërisht lindja, se është dera, edhe ajo është... Pastaj pra nuk pranojnë ata. Ata pranojnë, po nuk pranojnë diçka që i fyen dhe i akuzon. Po, veç kur po ju vjen diçka në vaj që s'ju pëlqen, po vrojë njërin, ajo nuk është pëlqen, kjo është fyrja dhe sharje. Andaj ti shumë mirë pranon lindja, madje Arabia Saudite do thotë me ndikim madh në YouTube kërkoj që edhe u respektua, nga se është popullat, andaj nuk është e vërtetë që thuhet kështu të përgjithshëm, andaj them të jemi të kujdesshëm. Nga se njerëz po na ndjekin. Po flasim për çështje të ndihshme, të jemi serioz dhe të jemi të motor. Nuk mund të thuhet se lindja musliman çka vjen nga perëndimi e shikojmë me dyshim. Momentalisht nuk është e vërtetë. Po nuk ti ishe dëshmitar se YouTube-in don mekanizmin perëndimor për publikim gjigant me të madhe konsumon lindja. Edhe përdor për propagandë, njësoj si kur përdorin grupet tjera. Për çka do që e përdor? Mirë, po spaku ja lejon shtëpit vetë me u fut. E lejon shtëpit vetë me u fut. Kjo nuk është hezitim. Pastaj për shembull, ti shiko pajisjet për shembull telefonike apo iPhone-i, iPad-i, Samsung-un, sa kanë më shumë. Kjo nuk është për konsumimin ja. Se edhe Kina cilat janë elementet zoti Syla që të bëjnë ty me mendu që lindja është me dyshim. Që vjen nga perëndimi. Koncepti mungesa bota islamike nuk ka koncept tipik liberal. Është liberalizëm klasik. Për shembull, islam është paqë. Po paqë me kuptimin islamik, jo paqë kuptimin e drejtave ose kuptimin modern, që po ta marrni shembull. Islam do të thotë paqë, është paqë për gjithë njerëzit që jetojnë brenda një sistemi shariate kështu. Por pezojmë, a i tjetrit fe, e pagunit taks të veçantë që i thojnë gjizë. Dhe kjo historikisht ka qenë ajo paqja në kuptimin e islamit, po flasim me të kaluam. Paqe selektive?
Po që është selektive, do të thotë... Ashtu është zoti Rama, nuk ka shpifje, po argument historik është, tash nuk është. Por ne dalim tash, a pet ka selektim. Ky zguxon mosha, këta tjerë këtë guxon mosha. Do të thotë edhe diçka që për perëndimit e marrin me dyshim se na i përdhonos vlera. Nuk është përdhonose me rana, nuk përdhonose vlera. Nuk guxon kurkush mosha, nuk guxon kurkush më opozu. Kur do qoftë ai? Është ndaluar. Allahu xhalla xhelalu në Kur'an Kurejsht e Mekës e kanë dëbu Muhamedit nga Mekë. I kanë dënuar, përdhënuar, i kanë zhvesh nga çdo e drejt, megjithatë Allahu xhalla xhelalu kimet Kur'an Allah është ajeti i qartë. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu. Asesi mos ju shtyjuve që një popull ju ka dëbuar nga shtëpia e shenjtë që ju tash të hakmirni dhe t'i bëni padrejti. Mos bëni padrejti. E dilu, bëni të drejtë, nga se drejtësia është më afër devshmërisë. Kjo është ajet kuranor. Andaj, mirë po, rregullimi i brendshëm, apo, tash nuk mundet Islami është i pasur juridikisht, nuk ka nevojë për huazime. Dhe Islami me rregullat e juridike e rregullon statusin e çdo, do të thotë bashkombasi e çdo adetari që të na vën. Tash, a është për shembull edhe sot në botën perëndimore, që njët, do të thotë si botë e civilizuar dhe njerëzit e lakmojnë atë liri, a është tërësisht perfekte, edhe sipas tyre perfekte për çdo individ? Jo, ka të meta dhe ka diçka që do të përmirësohet. Andaj nuk në Islam themi se është. Por problemi është që krimi është individual. Këtu po kolektivizohet edhe dëshira për mbrojtje disa vlerave, edhe krimi po kolektivizohet. Domethënë nuk është vetëm nuk është çështje islame valla. Jo, është çështje koncepti. Unë s'po kërkoj që Muhamedi sa vetëm mos shohat e tjerë le të shohin. Jo, nuk guxon të shohat as Davudi alayhis salam, do të thotë që është i çifutve. Nuk guxon të shohat, nuk guxon as Musa të preket, nuk guxon të shpifet për të. Unë po flas për kategoritë pejgamberëve. Drejtat e njerit guxon. Të shpifet nuk është këtë njerit, kjo është unë besoj. Jo bre, shpifja dënohet me ligj. Po devesh nuk ka pjesë e shprehjes së ligjit. Dikon nuk është. Të dallojmë apo kushtet. Po si vërtetohet që është një shpifje e tillë zoti Rama. Vërtetohet se nuk ndërtohet në fakte dhe në argumente të qarta. Nuk është cilat janë faktet. Faktet është historia, jeta e tij, kontributi i tij këtu në fakte. Na sjell nga jeta e tij. Zbrohet edhe duke lënë shpifje. Se na nuk e di më as shpifje në momentin kur vërtetohet. Konceptin kur të kuptojmë se shpifje dënojmë. Edhe na kena kuptuar se këta janë duke shpifur dhe jemi duke dënuar. Shumë shumë. Reagimi është i dhunshëm. Reagimi në rrugë, po reagim falim në xhek. Kjo dhunë besoj që po a kanë drejt si mbasi konceptet për musliman të ndjen të lënduar? Kanë drejt. Që kjo është ajo çfarë bëjmë. Po veç po dalën, po na kuptuam që na siem atje. Na siem ata, na siem në diet. Po debat midis dy grupeve që janë shumë ekstreme, cilat marrin aje për filmin të fëndat, ky tjetër e merr mbrojtjen e gjitha vlerave vran, ai tjetër e rre ato pse ka folur. Po kjo që se ku marr me veti, kupton? Janë domethënë janë në internet publikuara, domethënë deklaratat e disa asambleve shkencore akademike islame. Disa qoftë në Gjidde, në Mekë, në Kairo, në Amman, të shumta. Jo, në fakt do të ndalim zoti Rama, do të ndalemi tek reagimi i presidentit amerikan Barack Obama dhe sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, cilët në kohë kur po zhvillohen protestat gjithandej në për lindjen e mesme, në për Azi, në për Evropë, ku janë lënduar besimtarët muslimanë, ata kanë bërë thirrje që të ndalohet realisht ky film. Ky film i buxhetit, po them, të ulët i kategorisë ndoshta të fundit, e që ka bërë një bujë goxha të madhe. Më duket se e kemi kronikën, nuk e kemi kronikën, atëherë po e them se presidenti amerikan Barack Obama dhe Hillary Clinton kanë bërë thirrje publikisht që të ndalohet realisht ky film. Kanë dalë publikisht kundër këtij filmi që ka dënuar, po. Në fakt e kemi kronikën, regjia më bën me dije se kemi kronikën dhe do të rikthehemi këtu përsëri në pjesën e debatit për të folur realisht rreth reagimit të besimtarëve musliman këtu në Kosovë lidhur me publikimin e karikaturave të profetit Muhammed dhe alegorizimit të tij në filmin që po themi u publikua pak kohë më parë në YouTube. Shkojmë me kronikën, kthehemi këtu. Nuk dolën për të mbajtur ndonjë fjalim, por dy liderës shtetëror amerikan, presidenti Barack Obama dhe sekretarja Hillary Clinton, përmes këtij spoti që po transmetohet në Pakistan, po distancohen nga filmi Pafajësia e muslimanëve në të cilin tallet profeti Muhammed. Në këtë mesazh mes tjera shtuhet se filmi nuk e ka bërë qeveria e SHBA-s. E në vendin ku po transmetohet ky klip, pas ditën e së njëjtës pati përleshje mes të protestuesve dhe forcave të rendit, ku mbetën të lënduar 25 vetë.
Kurse dita e premte kur edhe bëhet falja e gjumas u shpall nga qeveria pakistaneze si ditë e veçantë e dashurisë për profetin Muhammed. Kjo gjë shtyri autoritetet e sigurisë që t'i ruajnë sa më shumë misione diplomatike në vendet arabe. Posa ambasadës amerikane për roje u bën edhe ato franceze pas publikimit të karikaturave të profetit Muhammed nga revista satirike franceze Charlie Hebdo. Masat të sigurisë të selit e vendeve perëndimore janë ngritur gati në të gjitha vendet muslimane në Azi e Afrikë. Kjo pasi bilanci deri tani shëmi të vdekurve në dhunën e nxitur nga filmi ka arritur në 20 vet. E njëra nga aktore që luan në të Cindy Garcia Lee, pos që thuhet se është mashtruar nga regjisorët e pësoi edhe një zhgënim tjetër. Kjo se një gjykatë e Floridas refuzoi padinë e saj për ta larguar filmin nga YouTube. Jemi rikthyer në pjesën e debatit, pasi ndoqëm edhe reagimin e presidentit amerikan Barack Obama dhe sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton lidhur me publikimin e filmit, pasi ndoqëm edhe, po themi, bilancin e viktimave të kësaj dhune, po themi, që eskaloi si pasojë e protestave të besimtarëve musliman, cilët u irrituan nga publikimi i këtij filmi dhe realisht edhe nga publikimi i karikaturave të profetit Muhammed në revistën franceze. Do të rikthehemi me zotin Sylla. Nuk ka pasur protesta në Kosovë, në ndërkohë që po themi informacionet janë se masat sigurisë janë ndërmarrë edhe tek ambasadat këtu. Çfarë do të thotë kjo sipas jush? Do të thotë që ka një civilizim më të lartë tek muslimanët e Kosovës se ata tek të lindjes mesme? Po, unë besoj këtë debat sot që po bëjmë këtu, ky debat mund të bëhet edhe në Francë, edhe në vende tjera evropiane ku ka besimtar musliman, por është i vështirë të gjendet dikun me një vend lindje. Po flasim kuptimin ku bisedohet edhe për drejtat e njerit, edhe për konceptet, edhe për religionin, edhe për gjithat, për arsye se thash edhe më herët nuk ekziston. Kosovë është fjala prej vitit 99 tutje ka fillu me u pranu parimet perëndimore si pjesë debateve kështu. Spaku, unë e kam marrë pjesë në shtatë debate kështu lidhur me religion, kanë marrë pjesë edhe të tjeret, do të thotë kanë qenë disa konstruktive, disa propagandistike, disa kështu, por nuk besoj se në Kosovë mundet me eskalu gjendja nga këto ofendime, për arsye se Kosova nuk ka marrë pjesë në asnjërin prej këtyre ofendimeve, është e vetëdijshme edhe kleri do të që ka kërku realisht që t'jetë e qetë dhe mos të merren këto si provokime. Dhe besoj që në Kosovë është një problem, nështë ma mirë me pytë këta, se ma shumë debati brenda islamit kë se sa. Unë se një Kosovari nuk besoj se do duhet protestoj, por në bashkësinë islame ka grupe cilat mendojnë se do t'jemi më të zëshëm, natyrisht që është e drejtë e tyre, ka grupe cilat thonë se jo, do të mendojnë nështë është... Përsëri, zoti Sylla e shon tek, po themi, debatin tek një diferencë kulturore që është, zoti Rama. Ndërmjet besimtarëve, po themi, musliman këtu që janë në Kosovë dhe ata cilët realisht po protestojnë në për Evropë, në për lindjen e mesme. Fillimisht, duhet të them se në Egjipt, a ka protesta? Ka protesta. A ka reagime tjera nga pjesa e mbetur e muslimanëve, përveç se protesta po të shumta. Andaj, pjesa e mbetur e njerëzve në Egjipt që nuk ka ndonë në rrugë, nuk i konsideron përfaqësues të tyre legjitim ata që kanë ndonë në rrugë. Kështu që do të thotë, në Egjipt është një masë më e madhe njerëzve, 80 milionë, dhe nëse del, do të thonë 20.000 vjet me ndonë në rrugë, betet se shumica ka mbetur nëpër. Andaj edhe në Egjipt, edhe në Arabinë Saudite, edhe në Jordan, çdo kund, do të thotë ka mënyra të ndryshme të reagimit. Dhe andaj duhet të them, nuk duhet që reagimi i rrugës, protestat të bëhen përfaqësues e asaj pjese të botës për mënyrën e reagimit. Jo, nga sa ata reagojnë në mënyra të ndryshme. Te ne në Kosovë kemi situatën pak më ndryshe dhe mendoj se të gjithë hoxhallarët nga kriju Bashkisë Islame e të poshtë në për xhamiet e tyre kanë ftuar që të përfitojmë nga rasti që të vëdësojmë më tepër duke u informuar më mirë kush është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, mos bëjmë viktime spekulimeve dhe shpive të ndryshme. Apo që ta dojmë më tepër që praktikisht të demantojmë akuzat të tilla se nuk kemi të tillë. Me sjellje të mira këtu që e shohim në religionin besimtarët musliman këtu e shohin ndryshe, po thënë Islami nga ata atje. Jo, nga son thash, nëse se shohim deklarat e asa, për shembull, ne kemi deklaratën e Ligës
Islame që ka lëshu, jo arabe, Ligës Islame, po, është e njëjtë me veprimet që bën në Kosovë, janë të koordinuara, në kuptim, jo koordinim drejt për drejt, po koordinim konceptual dhe të kuptimit çështjes. Ne duhet të them se nuk kemi këtu të bëjmë me ndryshim të kuptimit. Jo, nga sa atje korrigjimi njësi kurse këtu. Njëjtë kemi për shembull ligjërime ditën e xumë, kemi kërkesa për qetësi, për çuzuar, njëjtë fjalë vetëm gjunë tyre që thuan. Fakti që një grup ka dalë nuk do të thotë se ky është reagim i legjitimuar nga gjithë atje. Kjo duhet të jetë e qartë. Andaj edhe shqiptarët janë duke reaguar sikurse turqit, sikurse arabët. Përveç tek shqiptarët, një masë më e vogël është sikur në Turqi, andaj më lehtë është e kontrollueshme dhe më lehtë është që ta kemi në situatën në kontroll me ligjërimet e tona. Në Turqi është pak më ndryshe, një grup ka dalë, një grup mund të pajtohem zoti Rama që ka një reagim të ngjashëm, po them, ndoshta gjithë besimtarët muslimanë janë provokuar, po megjithatë Kosovë nuk kanë dalë duke protestuar atë. Po nuk kanë dalë këtë muslimanë e lindjes me protestu. Unë besoj që Bashkia Islame ka vepru kuptimin sipas gjitha normave që është prit, por çka dyshoj është se rasteve të fundit ndodh që Bashkia Islame edhe nuk e ngojnë fort. Do të thotë kemi imam që dalin nga përësia e këtij koncepti, më thon perëndimor se Bashkia Islame është koncept pak më ndryshe se në disa vende tjera islamike. Votohet, zgjedhet për imam në rastet veçanta, do të thotë është koncept edhe demokratik, nuk është koncept tipik islamik, për shka mendoj që jo është adaptuar rrethana që është shumë mirë, por ka raste të kaotizmit ku disa nuk i dëgjojnë edhe mesazhet, do të thotë aty rreziku. Ndoshta me këto ligjeratat që do t'i planifikojnë, do të thotë është rreziku aty, zoti Rama? Unë mendoj përderisa, domethënë, hoxhallarët do të dëgjohen sikurse zakonisht ka ndodhur, besoj që nuk ka rrezik të madh që të bëhet diçka jashtë asaj që është. Nuk ka rrezik të madh, do të thotë që ka rrezik. Nuk ka rrezik, dëgjoj, rreziku është në fillim, por situata është duke shkuar, duke pushuar. Apo nga njerëzit e kanë kuptuar. Zakonisht goditja dhe rreziku është në goditjen e parë, por jemi në fazën e një rehabilitimi normal dhe mendoj që nuk ka rrezik për eskalim të situatave, nga se Kosova ka kaluar në provokime tjera të shumta dhe nuk kemi pas reagim, domethënë që mund të qortohemi për ato reagime dhe mendoj se kjo jep të kupton një pjekuri dhe maturit të madh të hoxhallarëve që me ligjërata kanë sensibilizuar opinionin e gjerë, që e kanë në kontroll dhe ndëgjojnë dhe nuk kemi pasur reagime jo njerëzore dhe të panevojshme. Dhe të ju me një farforme ju bëni thirrje tek njerëzit që realisht të mbajnë qetësinë. Të mbajnë qetësinë dhe të lexojnë për Muhamedit e ta ndjekim. Praktikisht u themi se kush jemi ne dhe praktikisht u themi se sa jemi dashamirës të njerëzimit dhe të vlerave dhe të së mirës. Kjo është më e mira e mundshme. Dhe gjithsesi se lirinë e shprehjes deri në fund do ta mbrosh Valon Sylla. Unë përpos librave fetare, mendoj që është mirë mi lexuar dhe librat e tjera. Konventin e drejtave të njerëzit, secili ta din se kush deri ku guxon të shkojë me fjalë dhe ta konceptoj ato si normale, të ligjërohet ndoshta nga Bashkia Islame edhe për dhunën, e cila fort mirë dogma aty në parashe si Islamin si do të thotë si një fe paqësore dhe të bisedohet edhe për të ma shumë e mos përfundojnë si në Libi në kuptimin që është kundërshtim ndoshta edhe me vetë fe. Mirë, zoti Sylla, zoti Rama, faleminderit shumë për këtë që ishit pjesë e këtij debati konstruktive, me që ishte konstruktiv, unë mora guximin që ta shtyje pak për një 10 minuta të ketë më shumë, me qëllim që të prezantohen argumentet nga njëra dhe tjetra palë. Zoti Sylla, zoti Rama, po them edhe një herë faleminderit shumë që ishit pjesë e Info Magazinit sot.